E keni po doktori për shembull, e sheh ti ta jap letrën, diagnozën, për shembull, të familjarit, në pacient apo ti e merr ti kur gjos merr vesh. Dhe ti e shih doktorin mazon. Sa i di, a e di dhët, ti thu, ti thu e mor shit apo madha. O, po ka përcel. Ai thot edhe pak. Sa mirë, pse? Sa i di. Andaj, shiko, Sufjan e Thauri çka thonte, ai çka di ka dhimbta. Ai çka di ka dhimbta. A keni pa ato çka kanë lidhje me fe? A keni pa rahat thot? Rahat, pse? Po, me thot, si ke dunja, si në dunja. Apo, sa i di atë? Se kujtojnë kanë me qunë hotel me pësia. E kanë me prita që. Apo, se gjahil. I ka i e mërë, i ignorant. Njëri fejes, cili di Allahin e di pejgamberin e selam, shkon xhami, dëgjon ligjërata. Atë ka hije ty edhe mua me jetu si aj, të dëshmëtut. Allah zë thot, ja ibadi fattaqun, o ju roptemi, tutum një mua. Si mos ti tutësh ti si musliman. Kush ti tutët? Nëse ti si musliman nuk dëshmon se o ju njerëz, unë jam rob i Zotit, çka të shifni te unë, kit pi Zotit e kam marrë. Ç'kjo është mësimi të ndërruar. Ç'kjo është hikmeti. Yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira. Fa Allahu jalla jalaluhu, Zoti ja jep urtësinë kujt doje. E ati çka Allahu subhanahu wa taala i jep urtësi, i ka dhënë shumë prej khajrit.